Një ngjarje e rëndë ka ndodhur ditën e djeshme në qytetin e Durrësit, ku konflikti mes dy të miturve ka përfunduar në sherrë masiv dhe plagosje me thikë. Konflikti dyshohet se ka nisur fillimisht në rrjetet sociale mes adoleshentëve, por përfundoi në sherrë masiv mes dy grupeve. Për pasojë u plagos me thikë një 15 vjeçar. Ngjarja ndodhi në rrugën Laguna e Karavastas, në zonën e ish-Kënetës Durrës, ku pas zënkës në rrjetet sociale, adoleshentët kanë lënë takim me njëri tjetrin me pretendimin për t'u sqaruar. Mësohet se dy adoleshentët kanë shkuar në vendin e takimit bashkë me shokë të tjerë dhe pas debateve me tone të ashpra janë përleshur fizikisht mes tyre, si dhe kanë përdorur sende të forta. Gjatë konfliktit, 14 vjeçari me inicialet MK qelloi 4 herë me thikë 15 vjeçarin, duke e plagosur rënd. Autori i dyshuar u vu në pranga nga policia e Durrësit, ndërsa bëhet me dije se 15 vjeçari i plagosur ndodhet në spitalin rajonal në gjendje të rëndë. 14 vjeçari me inicialet MK akuzohet për plagosje e rënd me dashje dhe prodhim, mbajtje, blerje apo shitje pa leje e armëve të ftohta. Kujtojmë se një vit më parë ndodhi një ngjarje e ngjashme në Tiranë, e cila përfundoi tragjikisht me vdekjen e 14 vjeçarit Martin Cani.